Ymer Agë Ulqini. Ymer Agë Ulqini ishte një djalë në lule të moshës. Të sotmen u martua, të nesërmen i ardhi kartë nga mbreti. Ti, Ymer Agë Ulqini, të nisesh e të shkosh në luftë se po na sulmon armiku. Kjo kartë ishte e zezë, e hidhur, se e ndante trimin nga vasha. Po Ymer Agë ishte ushtar, e nuk bëri fjalën dy. Ngrit, shaloi balashin, gjeshi armët, shkoi e u la shënden miqve e shokëve, nënës e atit, pasaj vajti e i tha vashës. Moj vasha ime, mua më dërgon mbreti fjalë të shkoj në luftë dhe duhet nisem. Merë më dhe mua me ty, Ymer Agë, i thot vasha. Jo, vash, nuk të marrë dot atje. Se ati i thon luftë, e lufta është për burrat. Po unë dua të më japësh besën se nuk do të martohesh e se do të më presësh gjersa të kthehem. Më thuaj, sa do të më presësh ti mua, me vasha ime? Do të pres 9 ditë. 9 ditë janë pak, moj vash. Udha ime është e gjatë, edhe lufta është e gjatë. Se kjo luftë bëhet në 10 largët. Në më do, si që të dua, ti të më presësh 9 vjetë e 9 ditë. Si të shkojnë të 9 vjetët e 9 ditët, e unë të mos kthehem, ti vash martohu e trashgohu, se kështu që nga thënë. Atëherë, unë s'do të jem gjallë, vasha pshertiu. Mirë, Ymer Agë, do të të pres 9 vit e 9 ditë. Kështu, e lidhën fjalën ata të dy, ai të shkojë të luftoj, ajo të pres 9 vjet e 9 ditë. Ymer Aga i la shënden vashës, i hipi balashit, e shkoi me zemër të ngrohtë në luftë. Kali i ikte linte prapa një re të errët pluhuri që ngrihej në udhë. Kalor se nxitonte të arrinte sa më shpejt në luftë. Trim ishte Ymer Agë Ulqini. Po armiku ishte i shumë. Që në përpjekjen e parë, ati ju tulëzën mirëzi kalorësit të veshur me hekur, e qarkuan, e qelluan me shpatë. Ymer Aga luftoi si burr. Shtriu për dhe shumë burra, plagosi shumë të tjerë, po në luftë e sipër i vran balashin. Si ja vran balashin, Ymer Aga luftoi me këmbë gjeri sa ju thye shpata. E zu në rob dhe e hodhe në burg. Brenda në kështjell, qarkuar nga të 4 anët me mure guri të lartë dhe e mbajtën nder për nder se kishte qenë trim dhe trimi nderohet kudo. Atu në dhe të huaj në burg, shkojnë ditët e bëhet një javë, shkojnë javët e bëhen muaj, shkojnë muaj të bëhen vite, 1, 2, 3, më shumë. Mirë po, Ymer Agë Ulqini e ka zemrën të ngrohtë, sepse vasha i ka thënë fjalën se do ta pres në shtëpi 9 vjet e 9 ditë. Ai ha buk, pi verë, qesh, u jep zëmër shokëve e i bie çiftelisë. Dëgjon e bia e mbretit të huajt e çuditet. Që është morë ky njeri që stutet se është rob brenda burgut të kështjellës? Është Ymer Agë Ulqini, i thon. Të fortë pas ka zemrën. E të fortë e të ngrohtë se është shqiptar. Me fjalën e tij e me këngën e tij i forcon e i ngroh edhe të tjerët madje, gjithë shokët. Po me të vërtetë Ymer Aga e ka zemrën e ngrohtë e syrin zjarr. Pret që mbreti i tij të dërgojë shpërbles a shkëmbes që ta liroj. Do mos do, thot Ymer Aga. Mbreti do të dërgoj të më liroj, se unë kam luftuar kaq vjet për të. I kam dëgjuar gjithnjë fjalën. Ku më ka dërguar, kam vajtur, ku ka dashur, kam luftuar. Po Ymer Aga nuk di se mbretit i haron njerëzit që u kanë bërë shërbime. Dhe mbreti i tij e ka haruar fare. Ati si bëhet vonë, se ka as ka Ymer Agë në botë. Se Ymer Agën e pret vasha në shtëpi, se Ymer Aga kalbet në burg. Mbreti bën kokrën e qefit në sarajet e mëdhaja buzdetit, ha, pi, ndoron gratë, dërgon të tjerët në luftë që të vriten e të bien robër për të. Hajde, na shkojnë të 9 vjetët. Afrohet dita e zezë, pas 9 ditësh do të martohet vasha e Ymer Agës, siç e kishin lidhur fjalën bashkë. Atëherë Ymer Agës i ftohet zemra, i shuhet syri, nuk ha më buk, nuk pi më verë, nuk i bie më çiftelisë. Çuditen gjithë shokët. E pyesin, çka? E përseri i mekur? Ai nuk përgjigjet.
qëndron heshtur, kokvarur, i pikëlluar. E bia e bretit si a dëgjon më këngën. Pyet njerëzit. Ore, çka Ymer Aga që si ndihet më zëri? A i ka ditë që s'po ha e s'po pi, s'po vë gjumë në sy e s'po i bie çiftelis, nuk e dim. Pa ma thrisni këtu, Ymer Agën. E i vete Ymer Aga së bie së mbretit. Ç'keti, Ymer Agë? E pyet e bia e mbretit. Pse nuk ha buk e s'pi verë? Pse nuk i bie çiftelis? Ymer Aga shon e ja kthen. Nuk ha dot e nuk pi dot moj e bie mbretit, as çiftelis nuk i bie dot. Kam parë një ëndër shumë të keqe. E ç'ndër që nga kërka kjo? Ymer Aga, kam parë shtëpinë të nxirë të shembur, baban të vdekur e të harruar, nënën gjallë, por të verbuar, edhe kam parë se vasha ime po martohet. Unë veç një natë kam denjur martuar me vashën time. Të nesërmen ma ardhi kartë të nisem për luftë. Unë nisa luftova e rash rob. Ne kemi bërë me besa bes që vasha të më pres 9 vjet e 9 ditë. Si të shkojnë në 9 vjetët e 9 ditët, ajo do të martohet. 9 vjetët shkuan. Tani po shkojnë dhe 9 ditët. Të fale moj bie mbretit, a nuk i thua babait të më lejshoj për ca ditë të shkoj në shtëpi sa të flas me vashën e pastaj të kthehem prapë në burg? I them Ymer Agë, por i mat. Mbreti kërkon 9 të qese aspra që të lëshoj të shkosh. E ku t'i gjej unë këto 9 të qese, moj bie mbretit? Unë kam 9 vjet që jam rob i zën. Po ç'më lë pengti mua o Ymer, që të lëshoj të shkosh? Të lë besën time o e bie mbretit. E bia e mbretit e di se Ymer Aga është shqiptar dhe se shqiptari vdes e nuk e shkel besën. Dhe i thot, në rregull, ngreu atëherë Ymer Agë, shalo kal Dorinë e për 3 ditë arrin në Ulqin. Shokët e Ymer Agës nisin e qajnë. Mirë ne, Ymer Aga po shkon e na la vetëm. Kthehet Ymeri edhe u thot, ç'kini o shok që po qani? Në qofsha gjallë do të kthehem prap unë këtu 1 orë më parë e do të presim bashk si ta kemi thënë. Tu mirë mbeqi. U dhe mbarë Ymer Agë, dalë ç'faqe bardh. Shalona i shpejt kal Dorin, i hyp e merr vrapi drejt për në Ulqin. Kali ikën si shigjet lëpas vash fluri që ngrihet lart e më lart. Mbeten prapa male e fusha e dalin përpara malet të tjera, fushat të tjera. Vrap Dori, që ta arrim të bukurën përpara se të martohet. Ik ditë natë me shkum të kuqe në gojë. Doriu është i kapitur, Ymer Aga është i drobitur. Veshët i buçasin, po të dy shkojnë. Për 3 ditë e 3 net arrin në vend. Ja, tek u zbardh Ulqini i bukur i Shqipërisë buz detit ton. Ulqin. Të rjetën të kam pasur në zemër. 9 vjet të kam parë natë për natë në ëndër. 9 vjet kam dashur të puth dheun. Valët thyhen njëra pas tjetrës në breg. Era fryn fort. Përsipër fluturojnë pulbardhat. Ja, tek nxin shtëpia e Ymer Agës. Ymer Aga e shikon si në përgjum. Jam këtu. I shtar gjuha për një pikë ujë që ndron në një krua të lahet dhe të pi. E aty gjen të më plak. Ai e njeh, por ajo jo. Mirë se gjej o e mira nën. Mirë se vjen o rob i zën. Ku më di ti se jam rob i zën? Nga flokët e gjatave që të varen supeve. Nga na vjen ti o rob i zën. Vi nga ajo e zeza Spanja. A mos e ke parë Ymer Agën tim? Apo mos të ka dëgjuar ndonjë fjalë për të? E kam parë sot 3 javë, moj e mira nën. Ymer Aga u vra. Vete lava, vete qava, të shtatëzin ja ndava. Plaka nise vajton. Ymer Aga e bën zemrën gur e nuk ja rrëfen të vërtetën. I thot, që janë ata njerëz që nxin tej moj e mira nën? Që janë këta topa që po bien kodrave? Janë krushit e atij qenit Veli Pashës që kanë marrë nusen e po e shpije në shtëpi. Topat që bien janë topat e dasmës. Ç'nuse kanë marrë moj e mira nën? Nusen e Timbiri, nusen e Ymer Agës. Ymer Aga i bie kalit dhe u del krushve përpara.
Mirë se ju i gjej, o krushi tashmor. Mirë se vjen, o robi zën. Nga na vjen ti, nga ajo e zeza Spanjvi. A mos e ke parë Ymer Agën? A mos ke dëgjuar ndonjë fjalë për të? Kam 3 javë që e kam parë, Ymer Aga u vra. Vete lava, vete i qava, e të shtatëzin janë dava. Krushit gëzojnë, qeshin. Nusja e qanë në nduak. Ymer Aga hidhet e thot: O krush dasmor, Ymer Aga më ka lënë një amanet, ti them një 2 fjalë kësaj vashe. Thuaj edhe 3, sa të duash thuaj, o robi zën. Ymer Aga afrohet koçis dhe pyet nusen: A e njeh ti Ymer Agën, moj vash? Si ta njohun e mjera? Një natë të fjetur, 9 vjet pa pjekur. Ajo e zeza nën më pa të thënë se ka një shenjë në lërën e djathtë që ja ka kafshuar kali. Ymer Aga përveç lërën e djathtë i tregon shenjën. Nusja e njeh, gëzohet. I zbret koçis, hedh mbi krye duakun e nusërisë e u thot krushve: U dhe mbar o krush bujar, se unë po marr burrin e parë. Ky është Ymer Aga im. Burre kisha, burre kam, për jetë e motë. Ymer Aga e hedh nusën e vidhet e Doriut edhe shkon drejt në shtëpi. Kthehet pastaj edhe sjell nënën. Të nesmën i hyp prap Doriut e merr udhën e Spanjës. Hi Dori, hi të na zbardhë shfaqen se i kam dhënë besën së bijës së mbretit. Tulqini i bukur i Shqipërisë mbetet përsëri prapa. Kali i vrapon ditë e natë. Po, ç'na ndodhi andej në të zezën Spanjë? Mbreti se dëgjon e se sheh Ymer Agën. Pyet e i thot se Ymer Agën e ka lëshuar bija që të kthehet në vendin e vet. Ai e thret të bien sa kaq e i shfryn. E moj, çu bë Ymer Agë robi? E lëshova unë o i mat, që të takohet me vashën e tij se doja merrte dikush tjetër. Ma dha besën për 3 ditë vjen prap. Sot mbarojnë 3 ditët e do të kthehet. Mbreti zëmrohet keq. Ja, të gënjeu, nuk do të kthehet. Jep urdhër t'i presin kokën se bijes në krye të shkallëve. Prit o i mat. Prit gjithsa të ngryset se Ymer Aga do të kthehet me do e mos, sa i kurrë nuk e shkel besën. Jo. Kshu shkon, nuk vjen ai prap. Është si zogu i kuvlisë, po sa ja hape, iku. Do të kthehet i mat, do të kthehet ai sepse më ka dhënë besën. Besa, moj bi. Besa është një fjalë dhe fjalën e merr era. Atë e shkelin edhe mbretrit. Po, mbretrit e shkelin. Ymer Aga shqiptari nuk e shkelo i mat. Në atë çast duke i tej një kalorës që vjen vrap, duke e lënë përpara një fushë pluri. Në atë çast duke tej një kalorës që vjen vrap, duke lënë prapa një fushë pluri. Sa të mbyllë që të hapësh syt, kalorësi hyn në portë të kështjellës, i zbret kalit i shkumzuar dhe i falet së bijës mbretit. Rrofsh e qofsh moj e bie mbretit, e mbajta besën. Unë vajta e u ktheva. Rob isha, rob jam. Mbreti e shikoni çuditur nga kryet e shkallëve e i thot: Hej, Ymer Aga shqiptari, ti pas ke qenë me të vërtet burri i besës. Të lumt, pastaj kthehet e u jep urdhër rojeve. Ymer Agën ta lironi të shkoj ku të doj, burr qenka e burr qoftë. Lëshoni dhe të 9 shokët që ka.